Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sot e kemi një temë shumë të rëndësishme, prej tema më të rëndësishme dhe më të përshtatshme për rrethonën tonë në të cilën gjendemi. Pra tema e këtij prezantimi është lutja, arma e besimtarit dhe çelësi i qiellit. Don lutja i ka këto dy komponente. Është armë e besimtarit, se armë më të fuqishme nuk ka. Armë për sfidat e tij dhe për pengesat të cilat i has në jetë e kësaj bote. Po edhe në njëjtën kohë është çelësi i qiellit. Don ti përmes lutjes të hapen dyert e qiellit. Si kur të hapen dyert e qiellit, pritet çdo mirësi. Një udhim shpirtëror drejt fuqisë së lutjes në jetën e muslimanit. Virtyti i lutjes dhe ndikimi i saj. Për lutjen e kemi ajetin e Kur'anit: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë: "Mu lutmoni mua, unë ju përgjigjem juaj." Në të vërtetë ata të cilët tregojnë me ndjemdhaj ndaj adhurimit tim do të futen në xhehenem të poshtruar. Pra shikoni Zoti i Madhëshëm këtu në fillim po thot, ka thënë Zoti juaj, "Mu lutni mua, ju përgjigjem." Tani po thot ata të cilët largohen prej adhurimit tim futen në xhehenem të poshtruar. Pra në fillim e quajti lutje, në fund e quajti adhurim, që tregon që lutja është adhurimi më i mirë. Dhe Zoti i Madhëshëm me këtë ajet po na premton që na përgjigjet lutja tona. Dhe po na thot, lutnu, po thot në mënyrë shumë të butë të mëshirshme, ka thënë Zoti juaj, lutmoni mua, unë ju përgjigjem. Lutja është ura që lidh shpirtin tonë me Krijuesin, një privilegj hyjnor që na është dhuruar. Pra Zoti nuk ka lënë midis neve dhe ti ndonjë ndërmjetës. Po e ka bëu që mu lut direkt me ta. E kjo është privilegj se kush jemi na fundit që me na privilegju Zoti kaq shumë që na më lut direkt atij. Me na ka nderu, na ka fisnikru, kur na ka mundsu që vetëm atij me ju lut. Çfarë është lutja në të vërtetë? Shikoni çfarë është lutja. Ti kur të lutesh, është mirë me i pas parasysh këto gjëra. Lutja fillimisht është tregim i varfrisë. Ti kur ti lutesh Zotit, ti sikur po thu, "O Zot, ti je i pasur, unë jam i varfër." Edhe këtë e don Zoti prej neve. Për këtë arsye thot në Kur'an: "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid." O ju njerëz, ju jeni fukara, ju jeni të varfër në raport me Allahun. Allah është ai i pasur i lavdishmi. Por Zoti don që na kur ti lutemi me shpreh atë varfrin, "O Zot, unë kam nevojë për ty. O Zot, ti ai që ma ke frymën në shpirtin e gjithçka, pa ty s'un pa asgjë. Unë kam nevojë për ty në çdo moment, ti ma lëshon shiun prej qiellit, ti ma ke lshu dritën e diellit, ti ma ke mundsu me jetue, ma ke dhënë shkimin e dëgjimin. Unë jam i varfër për ty, o Zot." Çto e don Zoti për ne? Se fjala Islam domthon dorëzim ndaj Zotit. Për që ata është feja e pranueshme tek Zoti Islami, se Islam është mjo dorëzu Zotit. Ashtu që i dorëzohet atij qielli edhe toka, edhe gjithçka. Për këtë arsye ti i shpreh varfri Zotit. Çta e don Zoti me ne? Kurse disa njerëz lutën, qysh i lutën Zotit? Thotë që ata vetë janë Zot, e Zoti e bojnë Rabb. Që gjithë qysh të thomëne. Këta janë krijesat urrejt në tek Zoti. Na jemi Rabb. Allahu është ai Zoti. Ai është që vetët. Dhe tjetër gjë kur të lutemi, që është mirë me pas parasysh, largimin nga fuqia. Domthon ne kur të lutemi e pranojmë që s'kemi forcë. La hawla wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim as fuqi pa ndihmën e Allahut. Pa ndihmën e Allahut nuk lëviz as një atom, as ylli më i madh, as kur gjë s'lëviz pa lejen e tij.
Edhe tjetra gjë që me pas parasysh gjatë lutjes është që lutja është thelbi e adhurimit. Shikoni se u shpreh këtu profeti alayhis salatu wasalam. Ka thënë ed-dua huwa al-ibada. Lutja është vet adhurimi. Don vet adhurimi, krejt adhurimi është lutja. Kurse na jemi kriju për çka? Kush prej është edhin? Për çka jemi kriju? Me adhuru Allahun. Kurse lutja është vet adhurimi. Pse është lutja vet adhurimi? Shtrohet pyetja. Pse është lutja vet adhurimi? Se ti gjatë lutjes i robrohesh Zotit, apo? I robrohesh Zotit. Edhe çfarë e don Zoti për ne. Lutja nuk është thjesht kërkesë, është zemra e robrisë ndaj Allahut Madhëshëm. Pse ata na lumturinë vetme e kemi mju bë Zotit Rabb. Sa më shumë që i bëhesh Zotit Rabb, ças më i lumturi. Se për që ata e kriju ti. Ti e kriju që me adhuru Allahun e Madhëshëm. Edhe sa më shumë që i robrohesh Zotit, aq më i lumturi. Edhe qysh e manifeston robrin ndaj Zotit, më shumë se sa me lutje. Lutja është me vërtet gjëja madhështore. Pastaj një gjë tjetër që tregon vlerën e lutjes është pozita e lutjes tek Allahu, asgjë më e nderuar se lutja nuk është. Pse? Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë asgjë nuk është më e nderuar te Allahu se sa lutja. Nuk ka diçka më të ndershme te Zoti se sa lutja. Qaqë shumë është fisnike të Zoti lutja. Allahu zemrohet kur nuk i lutesh. Pa në, shikon e Zoti jonë sa bujar është. Mjaft kanë prinja rahmet me fëmijët e tyne, mirë po, kur t'ja të pranë fëmija me kërkesa edhe prindi, zemrohet. E ke po, edhe prindi zemrohet. Këtë lodër, ama ata, ama këtë loj kompjuterike, ata dikur edhe prindi lodhet. Kurse Zoti kur nuk lodhet. Zoti i dhënohet me ty nëse nuk i lutesh. E kundërta e njerëzve. Njerëzit i dhënohen me ty kur ti t'ju shtajsh kërkesat. Pra shikoni Allahu sa bujar është, sa i mëshirshëm, sa i pasën, ai ka jap kurse ka nal dorën prej kurit e ka kriju qiellin e tokën edhe as pak s'u ka paksu pushteti, as sa një gjelpon s'u ka paksu. Edhe për atë arsye edhe thot Allahu me një hadith kusi thot, o ju njerëz edhe e gjin, krejtë na drejtohet, njerëzve edhe e gjinve. Thot, po tu të bëjshit gjithë ju, prej të parit e deri te imrami, krejt me një vend. Edhe të mu kishit lut, edhe çdo njani t'ja kisha pranu lutin, thot s'ma kish paksu pushtetin asa gjelpona që gjuhet deti. Ma Zoti ka bëll, kur mësu kurse, njeri është ai që bëhet ka prac me lutje. Se Zoti t'jep, sa të lutesh t'jep, po njeri është problemet e njeri që është ka prac në lutje. Mësu bë ka prac, se Zoti ka bëll. Edhe çka tjetër është në besimin, lutja tregon besimin tuaj në fuqinë dhe mëshirën e Krijuesit. Çfarë fitojmë nga lutja? Lutja largon fatkeqësitë. Në hadith e kemi asgjë nuk e ndryshon fatin përveç se lutjes. Don kadere, kismeti, fati që është du thuj, nuk mundesh me ndryshu ndryshe veç se me lutje. Po tash në varet sa është lutja fuqishme. Nëse është për shembull një kader i dopt, edhe një lutje e dopt, tash që ka lutja pak më e fortë se kadere, ja mund kadere. Mirë po nëse ndodh që kadera është i fortë, lutja e dopt, kjo lutja mundet me heq 10% që ati kadera. Kurse nësa lutja shumë e sinqertë, fuqishme mundet edhe kaderet e forta me ndryshu. Po janë da kadere që janë qështë forta që s'muj mu ndryshu kërë. E ato as pejgamberve s'ju kanë pranu lutjet. Për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lut që ky umet mos me pas luftë njëri me tjetrin, mos me pas luftë. Po Allah nuk ja ka pranu, se është kader shumë i fortë. Shumë i fortë, kjo
mundet me shkaktua ndryshimin e ligjeve të universit dhe nuk ja ka pranu as pejgamberët sallallahu alaihi wasallam këtë lutje. As Ibrahimit alayhis salam nuk ja ka pranu lutjen që jepje ushqim në Mekë, veç atyne që besojnë Allahun dhe ditën e fundit. Allahu ka thonë ju jepi edhe jo besimtarëve ju jepi. Në këtë botë i ushqej. Pastaj i futi ata në zjarr. Pra la ndryshon kaderin lutja, pra shkak që mu mbrojti prej fatkeqësive. Se ku e dim na nesër që ka na ndodh, a mundet me na ndodh na ndeshje në komunikacion, a me të hub koleta, ku e di unë që ka me mundet me ndodh, a me sulmu na kafsha, na send, për që ata lutja është shkak që ty mas me ndodh kësijat. Është qetësi shpirtërore, është paqe e brendshme, e bën që me kanë zemra e qetë. Me të vërtetë kur lutesh Allahut ti e ndin atë qetësinë shpirtërore. Dhe gjatë lutjes ka shumë rëndësi e kemi shoqërinë e Allahut të Madhërisëm. Se Allahu thot, unë jam me robin tim kur ai më lutet mu. Dhe unë jam tek mendimet e robit tim. Nëse mendon ai mirë atëherë për ta, nëse mendon keq për ta. Do shumë e rëndësishme është ti çka mendon kur të lutesh Zotit, nëse mendon mirë. Nëse mendon që Zoti ta pranon lutjen, pranohet lutja. Pra Allah është me ty kur ti lutesh. E ki shoqërinë e Allahut të Madhërisëm. Unë jam ashtu si shërptori im mendon për mua dhe jam me të kur me lutet. Shpërblimi hyjnor, lutja është adhurim që shpërblehet pavarësisht rezultatit. Është vepër e mirë dhe sevap i përjetshëm. Po tash që kjo prezantim ose ky slajd është prej më të rëndësishme. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar çfarë fitojmë na kur të lutemi. Nëse lutesh, Allah t'i jep 3 gjëra. Njënën prej 3-jave. Nuk shton prej ndonjënës prej këtyre. E para, ose ta pranon lutjen me njëherë, ta jep kërkesën që e ke parashtru. E dyta, ta largon ndonjë fatkeqësi në masën e lutjes që e ke bë. Nëse asnjënën ta depoziton shpërblimin për botën tjetër. Don ti kur lutesh nuk dështon. Nganjëherë ta pranon për me njëherë, nganjëherë ta trun për najtë keqe që as vetë se din çfarë të keqe të ka rujt, e nganjëherë ta depoziton sevapin për ditë e kiametit që ti kur të vjen dita e kiametit kishe pas shef që asnjë lutje mos me të pranu me të mejtë sevapi atje. Pra mesazhi këtu është, lutja është fitim në çdo rrethon. Asnjë lutje nuk humbet kur. Don ti nuk dështon, kur të lutesh nuk dështon. Si pranohet lutja juaj? Domthon për me të pranuar lutja ka kushte, se gjithçka ka kushte, edhe pengesa. Dhe kushte e pranimit lutjes është sinqeriteta dhe prezenca e zemrës. Allah nuk pranon lutjen nga një zemër e pakujdesshme. Nëse ti veç ngri durt, knej fola, knej meti ki tjetër ka, si ka mu pranua e lutja? Lutja do të mu bë me zemër sinqert. Pse ju pranohet lutja gjithë atyre të cilët janë vështirësi? Sa ata i luten me lëg zemra si luten Zotit. Për shembull ata të cilët janë me anije dojnë mu fundos. Ata ju pranohet lutja, edhe i pështon Zoti pe anijes. Pse se e bojnë lutjen me thellësi në zemrës tyre? E pse mos me bëj edhe nash tash në rahati? Pse me prit veç anijet valët e detit ose ndaj vështirësi që mu lut sinqerisht? Ushqimi halal, edhe kjo është me rëndësi për me të pranuar lutja, se që ka tregu pejgamberi alayhis salam për një person që ka udhëtu gjatë, edhe madje edhe flokët ju kanë shprish. Dhe ai tu thonë, ja Rabbi. Ka thonë, ushqimi ti haram, pija ti haram, edhe veshja ti haram, thotë qysh me u pranua ti lutja. Fillani me lavdrim, domthon kur t'ja fillosh lutjes është mirë me livdua Allahun, sa më shumë, se Allah ka qef që ti me livdua ata, se është mret. Dhe me su salavate për profetin e tij alayhis salam. Dhe në fund këmbgulja dhe durimi. Vazhdoni të luteni dhe mos u nxitani për përgjigje. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, çdo njeri prej jush i pranohet lutja përderisa nuk nxiton. Ka thonë,
çka është nxitimi ai dërguar e Allahut. Ka thonë, me thonë, ju më lutës mu ka pranu. Pra nëse nxiton ti, atje s'pranot, kurse nëse e këmbëngëlës, lutesh, aja lutje pranohet. Kërkani këto momente të bekuara, janë disa shkaqe shtesë me të pranu lutja, pjesa e tretë e fundit e natës, kur Allah zbret në qiell e kësaj bote dhe thot kush më lutet. Pastaj është gjatë shiut, se gjatë shiut zbret edhe rahmeti i Allahut subhanahu wa taala. Midis sezonit dhe ikametit është një vend, një kohë e veçantë kur dyert e qiellit janë të hapura. Në sejdë, robi është më afër Zotit të tij kur është në sejdë. Dhe që ta mos e harroni nesër, se nesër është edhe ditë e premte, edhe jemi në qabe, edhe begati e keni kryer një adhurim umrën, shtu që s'ka të keni lutje me nënë e sot, dhe mas shumë të që ka gjasa, që është e koha e pranimit lutjes, është prej ikindis deri në akşam. Prej ikindis deri në akşam. Edhe për këtë arsye, mos t'ju ikja mundësi se jeni në vend bekum në rrethonat, bekume në vend shumë madhështor, dhe këtu nga njëherë mujnë mu bashku për shembull edhe në sejdë, edhe në pjesë e tretë natës, është dritë me dritë, dhe sidomos kjo pjesa e ditës premte është shumë e rëndësishme shfrytzu për lutje, edhe që tha më herët, mos u ngushtoni pe Zotit, se Zoti ka qef më lut. Lutni për vete, për familjen e ju, për krejt çka keni nevojë. Se Zoti jon është ai i cili përgjigjet lutjeve. Le të fillojmë tani, mos u largani nga këtë takim pa vendosur një kohë fikse për lutjen çdo ditë, qoftë për 5 minutë. Në çdo ditë mirë me volum. Lutja jonë kolektive, Allahu na ndihmo të përmendim ty, të jemi mirënjohës ndaj teje dhe të adhurojmë si duhet. Na jep mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Pra kjo është një stimulim për të gjithë, duke ja filluar prej vetës që ta shfrytëzojmë lutjen, se me lutje, a din ti çfarë ka bën lutja? Populli krejt kjo botë është fundos për shkak të një lutje. E ka bën Nuhu alayhis salam. Për shkak të lutjes, Allah i ka dhënë pleqve i kalon fëmijë, edhe pse janë konë prej atyre që janë konë steril, pleqniu ka dhonë Allah fëmijë. Shikoni çfarë bën lutja. Lutja bën mrekullina. Për atë arsye shfrytëzoni këtë mirësi se edhe shpërbleheni, po edhe përfitoni edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilejk.